Nëse ti po e ul çmimin tënd shpesh, nuk është se po rrit shitjet, por po ul vlerën e asaj që ti ofron. Para disa kohësh bëra shumë oferta për kursin tim. Dhe mbasi mbaronte oferta, merrja sërish mesazhe se kur do të jetë oferta e radhës. Dikush madje më tha para pak ditësh kur do të jetë oferta e radhës, ta di që të blej tek ti apo të blej diku tjetër. Në atë moment kuptova shumë qartë që problemi nuk ishte te çmimi, por tek zakoni i këtyre uljeve të shpeshta. Dhe gjithashtu më kujtua diçka që më ka thënë një mentorja ime në një trajnim para disa vitesh për punën e ofertave ose të uljeve të çmimit. Është e vërtetë që nëse ul çmimin her pas here e stërvit audiencën që të pres për oferta të vazhdueshme, kur në fakt ulja duhet jetë strategji dhe jo identiteti i një biznesi. Sepse le ta pranojmë, sidomos për programe transformuese në të cilat ti mëson si të ndërtosh një biznes, mëson se si ndryshosh jetën tënde ose zakonet tua jo të mira, nuk janë produkte që klienti duhet i blej vetëm si janë të lira. Kto janë produkte për të cilat klienti duhet me të vërtet që ta doj rezultatin që i ofrohet. Pra ne duam klient dhe jo turist, jo dikush që blen vetëm sepse është e lirë apo vetëm për kuriozitet. Dhe duam apo nuk duam ne, çmimi është filtr. Filtron njerëzit që duan zgjidhje nga ata që duan zgjidhje të lirë. Pra, mos e ulni çmimin që dikush të blej. Rrisni vlerën që njerëzit të mos mund të bëjnë dot fare pa produktin tuaj.